Qeveria vendos, pensionet rriten nga tetori, ja sa përfiton qytetari mesatar. Lajmi i mirë për pensionistët, nga tetori rritet pensioni me 2,5%. Pensionistët në Shqipëri do të përfitojnë në një rritje të pensioneve në muajin tetor pas indeksit me 2,5% sipas indeksit të çmimeve të konsumit të përllogaritura nga Instat. Kjo do të thotë një shtesë prej 490 lekësh për pensionet urban të pleqërisë, kur pensioni mesatar në fund të vitit 2024 ishte 19.609 lekë dhe një shtesë prej 296 lekësh të pensioneve rurale, të cilat kanë një mesatare prej 118.078 lekë. Ky indeks do të miratohet fillimisht nga Këshilli i Administratës ISSH dhe më pas do të marrë edhe miratimin e Këshillit të Ministrave. Aktualisht Shqipëria numëron gjithsej 721.389 pensionistë, prej të cilëve 630.000 janë të pensioneve urbane dhe 91.000 me pensione rurale. Gjithashtu është e rëndësishme të dini edhe ju për llogaritjen e pensioneve.